A ka mbaruar komi shqiptar apo jo? Besoj se nuk ju dëgjojnë deri në Elbasan. A ka vdekur komi shqiptar, po apo jo? A është gjallë komi shqiptar? Të dashur vëllezër dhe motra, sot kam ardhur nga Zvicra, kam ardhur me familjen time. Kemi ardhur nga Zvicra, po në fakt kemi qenë të parët që na ikur nga Shqipëria, me ambasadat kemi ikur, por kombin ton, gjuhën ton, adhehun ton, kur nuk e kemi harruar. Ramangur Berisha Gur, 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 Ramangur Berisha Gur. Të dashur vëllezër dhe motra, unë i thirrje të gjithë diasporës dhe emigrantëve shqiptare, i bëj thirrje të gjithë të vinë këtu, sepse ne edhe juve ju detyrohemi, ndoshta ne kemi ikur dhe ju kemi lënë këtu, por ta dini, kur nuk ju kemi harruar, edhe kur nuk e kemi harruar kombin shqiptar atë tonë. Edhe ndoshta ato biletat e lira që Edi Rama i shet si diçka që na ka bërë nder, ai në fakt i ka bërë që ne të ikim sa më lirë dhe sa më parë. Po ato biletat e lira do i kthehen bumerang. Kam edhe një fjalë për organizatorët e këtyre protestave. Dua t'ju përgëzoj edhe asnjëherë nuk kujtoheni, ju lutem, një dorë trokitje për organizatorët e protestave. Ju jeni garantët e këtij kuvendi kombëtar. Ky është kuvendi kombëtar dhe ju jeni garantët, vazhdojeni edhe disa prej tyre një njoh, të keni besim, janë njerëz me zemër dhe me shpirt të pastër. Keni besim, hajdeni sa më shumë. Dje foli patrioti im Mallakasteut me Çan Zotaj. Ai na rikujtoi të gjithëve se me datën 10 qershor është përvjetori i një nga gjendjeve, një nga lëvizjeve më të mëdha të kombit shqiptar, lidhjes e Prizrenit. Ju bëj thirrje edhe një herë të gjithëve, hajdeni me 10 qershor dhe ta lidhim besën përsëri këtu me njëri tjetrin. Sepse ne jemi më shumë, ne jemi të pastër, ne s'kemi asgjë çka mund të fshehemi. Të lidhemi këtu për besën përsëri me datë 10 qershor dhe t'i shporim ato që besën e kanë lidhur me të keqen. Kam edhe një pikë të fundit, edhe kërkoj mirë kuptim nga organizatorët. Zvërneci të dashur organizatorët të protestës, unë ju mirë kuptoj shumë se ju nuk doni fjalën politik në këtë mbledhje. E kuptoj shumë mirë. Ka vetëm një problem. Gjithë të rryma që takohen këtu, gjithë të pruaj që takohen këtu, diku duhet të mblidhen edhe të degjen përballë këtij krimi dhe të pastrojnë Shqipërinë. Se për ndryshe, të na detyrojnë si gjithmonë të kalojmë nga hidrovorët dhe kanalizimet e tyre, edhe ujë i kësaj proteste të shkojë si gjithmonë tek ato. Pra
Prandaj ju bëj thirrje me datën 10 qershor të gjitha lëvizje apolitike, politike, adetare, patriotike, të vinë të gjithë tu ta lidhim besën përsëri dhe të bëjmë një lëvizje të përfashët ndërkombëtare. Se për ndryshe, parua numër 1 këtu është Rama jepet dorëheqjen. Ja e dha dorëheqjen, shkoj me zgjedhje të parakushme, edhe çfarë ndodh? Asgjë! Po nuk u lidhëm në një grupim të përbashkët, të japim fjalën besa bes njëri tjetrit, asgjë s'ka për të ndryshuar. Ai vetëm pret të bëj zgjedhje të reja, sepse opozita është për tokë. Ai fiton më shumë, po dha dorëheqje dhe kemi zgjedhje të parakoshme. Ai fiton më shumë. Ne duhet i paraprim kësaj, të lidhim një lidhje të re dhe nga kjo lëvizje të lindi një lëvizje re. Faleminderit.